Padiskutim kjo është një vendim personal ose vendim i Shtetet Bashkuara të Amerikës për mënyrën se si ajo shikon politikën e saj të emigracionit. Dhe në fakt në pjesën dërmuese ashtu është. Po unë mendoj që çdo vend në atë listë duhet i bëjë pyetjen vetes dhe ne në Shqipëri jetojmë. Dhe pyetja është, a është normale për një vend kryeministrit të cilës i thot qytetarëve të vet se në 2027 me shumë mundësi ne do të antarësohemi në Bashkimin Evropian, të përfundojë në një listë ku shumica dërmuese atyre vendeve janë vende më së paku autoritare dhe më së shumti janë regjime. Pra, këtu ne minimalisht ne mund ta bëjmë si analizë. Të thuash që nuk ka probleme me emigracionin ky vend, kur deri në vitin 2023 të dhënat jo të Amerikës, por të Bashkimit Evropian e tregonin vendin ton, Shqipërinë, e ton të dashur dhe të prosperuar, në vendin e parë, madje duke kaluar dhe vendeve në konflikt si Siria dhe Afganistani për numër emigracioni per capita. Pra të gjitha këto, edhe pra e marrim në qenë dhe po e them edhe një herë që pa diskutim kjo është pjesë e një politike të re të Shtetit Bashkuar të Amerikës në raport me emigracionin. Por prania e Shqipërisë në një listë, po e them edhe një herë, shumë problematike, që praktikisht në 99% e saj përbëhet nga vende që ne i njohim si vende të botës së tretë, kjo sigurisht që kërkon një analizë, si përfundojmë aty. Se nuk po i futëm asaj që them me drejt fillim fare. Po mirë, pse Shqipëria dhe jo Serbia? Se edhe kjo është një tjetër analizë. Serbia si shtetë? Jo, ka një arsye gjeopolitike Serbia. Jo, nuk ishte vendet që ai paraqiti se jo Serbia që marrin asistencë sociale. Se jo Serbia pra po them një gjë pra. Pse jo Serbia pra? Se jemi ne. Po pikërisht Serbia nxori Rusina e mbaroi Serbia. Si ka mundësi? Mendon shqiptarët janë më shumë emigratorë se sa serbët? Janë. Atë di pse sepse kjo listë e pikturon Shqipërinë ose shqiptarët si njerëz që përfitojnë nga Shtetet Bashkuara. Emigrojnë dhe përfitojnë. Dhe unë mendoj që nuk është ashtu. Përkundrazi, komuniteti shqiptar në Shtetet Bashkuara të Amerikës është një nga komunitetet më të integruara, jo vetëm ekonomikisht, po gati dhe politikisht. Po flet për emigracionin në viteve 50. Gjysma detyre përfitojnë tani son vajta i pas vetë. Edhe një herë. Un kam njerëz që jetojnë atje dhe shkolla, azile me pleqe me plaka dhe nga që nuk përfitojnë se sistemi nuk është nuk është aq welfare sistemi atje. Të afërmit të mi shpesh edhe vizitat që mund t'i bëjnë atje pavarësisht se pagojnë taksa, vini bëjnë Shqipëri. Mos dënim kësaj gjë. Tani edhe vetëm një gjë shumë më falën se tash, po një gjë se më shkruan dikush që është nga Norvegjia. Dhe më thotë, ja më dëgjoj. Në Norvegji për Grenlandën apo e ka për këtë? Jo, është Danimarka ajo. Në Norvegji nuk mund t'i marrësh dot prindrit aq lehtë tot. Vetëm nëse ata nuk kanë asnjë person tjetër që Trumpi këtë dimneve. Dhe kur është i vetmuar ose kur një nga prindrit ka vdekur, në të kundërtën nuk ke shans të migrosh në Norvegji. Patjetër. Ka të bëj me ka fajin, po pra, ka fajin sistemi atje. E ka fajin sistemi dhe këta tanet e gjetën shesh dhe bën për shesh. Këta po thonë që nga bër nami me këtë muhabet, duhet ta mbyllim këtë histori. Patjetër. Kjo është Patjetër, ka problem. Një gjë që bën diferencën aty është që asnjë vend i antar i Bashkimit Evropian nuk është aty. Megjithëse mendoj që kroatët kanë emigruar po aq fort në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe përfitojnë shumë. Po do antarët e Bashkimit Evropian se kanë tjetër sistem. Pikërisht pra. Janë tjera marrëdhënie vize me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pikërisht pra, po prapë një herë mos t'i kthejmë Serbisë, edhe Rumania dhe Moldavia, nuk e di nëse është, jam kurioz ta shoh nëse është dhe Moldavia e përfshirë. Marrin 3-4 fishin e pensionit që marrin pleq në Shqipëri. M'fal, se nuk po e shoh. S'duhet të jemi Moldavia ja Moldova. Ë? Këdo. Është? Kë nuk sheh. Është, e pra. Moldavia po, Mongolia. Serbina ata e mbajtën me qendrimin kanal. Unë mendoj që këtu ka nevojë për një analizë sepse pse ne vendi që duhet të antarësohemi me Demek në 2027. Edhe aleat strategjik me Edhe aleat strategjik dhe antari NATO së tjerë, jemi ka ajo lista ku përgjithsisht minimalisht janë autoritare dhe maksimalisht shumica prej tyre janë vende regjimi. Unë mendoj që kjo ju mund thoni se ke Maqedoninë e Veriut, ju mund thoni Malizi, po Kosova. Ne jemi Shqipëri. Unë nuk di që Kosova mund të antarësohet në 2027 si thotë Edi Rama në BE. Unë besoj as Malizi mund ta bëjë këtë gjën në 2 vite vazhdim. Ne po, që do thotë, ne nuk do të ishim nga ajo lista. Malizi është minimalisht ne nuk do të ishim nga ajo lista. Dhe maksimalisht ne sot do të ishim
Maqedonia e Veriut. Dhe maksimalisht ne sot nuk duhet kishim një ministre të jashtme, e cila ndërkohë që po shkon në Ukrainë me tren për të qah hallin Ukrainës, fajson neve që ngrejmë zërin, po themi neve, se unë jam kjo pjesa kritike, ne që ngrejmë zërin. Minimalisht ministre e jashtme mund të kërkonte informacion një herë e parë punës se si qëndron çështja dhe jo sqarimi nuk duhet na bënda ambasadë amerikane. Me qira fjalë po shikoj po kontrolloj faqet e dy ambasadave, edhe të ambasadës amerikane në Prishtinë dhe ambasadës amerikane në Podgoricë. Asnjëra prej këtyre dy faqeve nuk e ka bërë just sqarimin se kush udhton dhe kush nuk udhton tashmë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, as në Prishtinë dhe as në Podgoricë. Këtu ke ne duhet bërë sqarimi. Dhe e di pse e ka bërë këtë sqarimin. Se u ngritët ju dhe tha që e ka bërë sqarimi është bërë. S'ka problem, ta ka mashtruar. Ky sqarim është bërë për të thënë dy gjëra. Dhe sqarimi është shumë interesant. Sqarimi nuk thotë që aty ndalohet rrugtimi përfundimisht. Po aty evidentohet një problem që ka Shqipëria dhe problemi kryesor që evidentohet ka ai njoftimi me ambasadës është emigrimi dhe vullneti që ka ky vend për të emigruar. Dhe pyetja është pse emigrohet. Dhe këtu pas diskutimit që mund ta bëjmë dhe duhet ta diskutojmë. Dhe kjo nuk është sepse Amerika është vendi ku shkohet dhe jetohet rehat. Po sepse këtu ka një problem dhe ata me mënyrën se si kanë folur, mendoj që e kanë highlightur për këtë. Jo, më bëri përshtypje një gjë që ishte shumë e rëndësishme që Zoti Berisha vet sot nuk e ngriti këtë çështje. Pra nuk e konsideroi këtë si një goditje të Amerikës ndaj Ramës se goditje personale. Jo, nuk e. Se sot Berisha në ngratlëkun e vet ndan me shumë shqiptar të tjerë. Pra dëgjova zotin Berisha sot në fjalimin e vet në grup parlamentar të Partisë Demokratike diku rreth mbi gjysmore gati një orë, por nuk e konsideroi këtë çështje si një goditje të pra pezullimin e vizave shqiptarë emigruese ndaj. Po ta thoshte Berisha dhe ishte më e besueshme? Jo, pse ndroi qendrimin më thot Berdi. Po kjo është një pyetje tjetër. Nga momenti trastimi dhe një sanksionim që është, pra nëse do të kishim sanksionim se Bashkuar të Amerikës ne pretendentët për emigrantë, a do të qajmë pak hallin tonë? Berisha si konservator që është mund ta mbështesë ne pretendentët si emigrantë, ne pretendentët potencial për emigrantët në Shtetet Bashkuara të Amerikës. A duhet ta qajmë hallin pse ke përfunduar kjo listë? Ne po diskutojmë mund të jetë i gjuar. Blet, këto që po thua ti janë sakta gjitha. Ne po i diskutojmë. Unë si janë si politikës, po të them, vura re këtë gjë, që zoti Berisha i cili, domethënë, godet flet për narkoterrorizmin për gjitha këto, por për këtë vendim të zdjeshëm. Nuk e kupton pse të Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk pati një reagim. Po ka një arsye, pra. Është i gëzuar, është i gëzuar. Ta pyetësh zotin Berisha. Strimi mirë me shok shumë, domethënë. Si konservator që është, ai e mbështet Trumpin në politika aty emigratore. Trimi mirë me shok shumë.